U largua nga shtëpia pa i thënë askujt, është duket studentja shqiptare në Rom. Ilaria Sula, 22 vjeç, shqiptarje cila studionte në Fakultetin e Statistikave në Universitetin Sapienza, raportohet e humbur prej një jave. Sipas Corriere, u zhduk në 25 mars nga zona Furio Camilo, ku jetonte në një apartament që ndante me shoqet. Familjarët janë shprehur shumë të shqetësuar dhe ka nisur një apel në rrjetet sociale i cili ka kërcyer edhe në disa profile të komiteteve të banorëve të lagjeve të ndryshme dhe gjithashtu paraqiti një ankesë në stacionin e policisë San Lorenzo. Ndërkohë është aktivizuar dhoma e kontrollit në prefekturë dhe janë njoftuar të gjitha organet dhe shoqatat përgjegjëse për kontrollet. Ndër hipotezat për zhdukjen e saj është se Ilaria u largua pas ndarjes me të dashurin. Ajo u largua nga shtëpia në orën 21:30 të martës. Në 21:30 së martës, në 25 mars, pa thënë lam të mirë. Ajo nuk i tha askujt se ku po shkonte, ajo nuk tha lam të mirë, por kishte ndodhur edhe herë të tjera në të kaluarën që ajo të mos thoshte lam të mirë. Ne nuk pam asgjë të çuditshme për këtë, por që atëherë nuk e kam parë apo nuk kam dëgjuar më prej saj, shprehet shoqja e Ilarias. Pasi ajo u largua nga banesa, 22 vjeçaria shkëmbeu disa mesazhe në WhatsApp me shoqet e tjera të dhomës, mesazhe të cilat po hetohen. Më pas, duke nisur nga shtuna e datës 29 mars, Ilaria nuk ju përgjigj më askujt dhe kështu shoqet e dhomës njoftuan familjen e saj dhe shkuan për të bërë denoncimin në polici. Ilaria është një vajzë e qetë, shumë studioze. Pas ditët i kalonte duke studiuar në kuzhinë, her pas here shkonte në palestër për të çlodhur. Nuk ishte ndonjë pasion tjetër të veçantë, ka thënë Noemi, shoqja dhe mikesha e saj.